Përshëndetje të gjithëve, mirë se na keni ardhur, kena ndryshu sfëndin. Pa, kështu e lam herën e kaluar që do e rrotullojmë. Po pra, do bëhet i qik më ndryshe era herës që edhe juve mos bëni bajat. Nese, sot nuk kam më prezantime gjata se kena sot, Lale, aty që është imitu në shumë live tona, kupto për gallat, edhe... Arlino, butshëm. Butshëm. Ashtu. Se do na bie rëndshëm. Se s'mahet i orë, ma bet. Okej. Sot kemi ftu literalisht një super artist, literalisht, me plot kuptimin e fjalës, dhe në të gjitha konturet që përmban kjo fjalë, është një dublus, një rob që na shkatro sa herë bo dublime, pa shumë lafe, se flet me emri. Jepi. Ej Bega! Më mos na bëj me turp të shi. Mirë se ju gjete. Mirë se na ke. Faleminderit shumë për ftesën tuaj. Kanë ty Aurel, shumë faleminderit. Jo, në të mira e gëzime unë bjashtë. Amin. Gjithmonë. E faleminderit 1 milion herë që ka ardhur se do të thonë le ty faleminderit. Po tash, faleminderit edhe juve se jeni. Hajt mo, çiko ka fillu për zonë për na bëjnë shumë njerëz komplimenta, se na mësuan kështu. Ajo ka kefin, so sheqer. Nuk është se ne kena pas fol që sa fol na fol bash. Smart man, dhe nuk është se s'kom dash me ardh. E vërtet po. Koha, distanca, lokacioni ku jena plus që edhe angazhimet e emisionit që patjetër që po jemi te MCN-ja. Super. Edhe s'kena pas kohë, po tash që u gjet mundësia, Çegu erdhëm. Keqen. Ore, tash shikoj valla, si fillim, do ta nisim buço valla. Do flasim për dublimet më konë që ti ke bërë. Se radhë. Nuk është se janë shumë, po. Ato që janë ke bëj gjë të mrekullueshme valla. Ke kthy stilin e vjetër dublimeve. Gjë që se ka bë njëri më prej shumë kohësh. Në fakt, domethënë ke pjesa e zhargonit e të folmës kështu, nuk është se e teproj dhe shumë në dialektet, se normalisht që duhet marrë çik afër standardes, se për shembull një fëmijë i vogël që mund të jetë zëm nga jugu i Shqipërisë, nëse unë e bëj si verior, ndoshta edhe se kupton, ose anasjelltas. E kuptoj. Po që ajo gjua standarde nuk është për shembull, baba, çfarë është kjo? Fut në llaf aty çik me televizioni çik, e ka atë lezetin. Okej. Tash një pyetje komun shumë të lezetshme. Përveç faktit që dikur ke pas dublu shumë të çmendina e vjetër. Vazhdon çmendina, po unë mbaj mend vjetrën. Mirë, tash thjesht jena profilizuar çik më shumë te dublimet e politikës. Eksakt. Dikur ka qenë më gjithë përfshirëse. Po, me qene moca. Mije, gjela, gamora. Çfarë s'ka gjeshta. Çfarë lloj gjoje të mundshme. Si të nisi që u fute tamam tani të dublimet e filmave apo të serialeve? Unë kada ka pas qef në fakt që pjesën e dublimeve ka pas qef që i vogël. Që me kur shifshim filmat e asaj kohe, Shrek 1 për shembull ka qenë nga aty ka qenë që unë kom rënë dashuri me dublimin me keqe. Që kom qenë kalamo. Edhe u takum rastësisht se punum në Tet Shmendina kena punu dhe me Arsenin. Po. Edhe ai ka qenë lidhje domethënë që më boni ftesën në herën e parë fare për dublu. Fillim ka qenë si tip prove, test kështu mas jo në një rol episodik, në një dytësor, në një 3-4-5-sor. Dolin kryesor. Po kryesor pastaj. Kryesor tek tuk një 2-3 personazh, jo 2 më duket. Jo 1, tamam, vetëm Leo ka qenë kryesor. Pra. Edhe ngjesim mos. Jo, s'ke ngesë e lege, po, qysh për gëtë ngesë? Ti nuk e di impaktin që kanë këto që ke dublu, me sa duket se... Jo, tash. Po flasin, po s'pëmerrin e vesh, po kuptohen atë. Do komentet, gjonat i shohim, nuk mos të na kot që ja si kom pa. Pra, se Leo për shembull është bë, nuk e di. Ama më çti bash me vate, Leo. Leo ishte më shumë se 74 vjeç, edhe pak a shumë me atë mendimet edhe llafet që thot Leo, unë imitoj gjyshin tim, gjatë. Oh, çfarë do të valla?
Shiko, se vetëm për këtë gjonë që ke bo këtë Leon, që na ke zbukuru jetën, unë e shoh 36 herë në 2 muaj, jo, ditë se bëjt donë se i bi me ngell pa punë dhe pa bukë. Ne të kena bëj super peshjesh, më sa kjo ne, po a mos i qarti, lutem. Qere bon. Jo, s'ka qere bone. Amon e leftera. Amon e leftera. I jepi Qere është drejtim. tajore. Qere është kjo. Kena bërë peshjesh. Grise. Shqyrje. Ku qo kjo Leo e? Hajde. Hajde. Rje leftera mon, miku jeta kot, sot je, nesër s'je. Hajde. T-shirt. Ta gëzosh, Lale. Shumë faleminderit. Tash inshallah të kena marrë masat fix. Fix më është. Djetër, Nuk kam hallë mos del si krotop. Këtë disa poshtë, mirë më të shiesh në modë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Në rast të tilla jash problemsh. Amin, edhe neve ty. S'kena bo si gjonë krasim qa ke bo ti për ne. Pa bo. Moja më riftonin marrë, edhe ti jo gentil më dole. Sa të hym publicitet dhe ta shohësh ti. Edhe ti jo gentil në dole. Ore, unë ti e di se sa e adhuroj si karakter, do të si personazh rej për gjithë dublimet që ka bërë, e diskutojmë ditë për ditë, plus e si vjetë kena bërë ne kështu shprehje të podcastit. Rje leftera kena bo shprejt podcastit. Rje leftera po breshka. Dë. Edhe këto emërtimet, në fakt, ke pjesa këtyne, nuk e di që kam pas emrat vërtet to, jo, Leo se bë mirë, Leonard, Leonard, i shkurt, Nake, që ka qenë të futja. Unë kjo në Leo, po ti mund të trazë në Leonard i po dush, ose Nake, shkurt parë, nuk e se kam thonë këtë pjesë. Ja, nuk e ke marrë. Mund të kenë, se e marrë me që gjatë publimit e kam thonë, po nështë do e kena heq, edhe e na ripërsërit prapë si duke. Varet se ka dalë dhe sinkroni, e? Po, normale. Okej, me gjenat e Leo, si të shkrepi trune, vlla, se okej, me tjerë dhe bëjmë këtë pyetje, po është qik më kështu se referohen të originali, Po. që bëjnë atë. Ki ke dalë vlla, korsim vete, ka regjatë vete. Aty ka qenë në fakt bashkëpunim, bashkë me Cenin, që përmend dhe pak më parë, që ka qenë dhe ai që ka thonë për të futur te dublimet ke filmat animum. Edhe zakonisht ku punon dhe me lidhje tekniku i audios, që është nga krau tjetër i studios, dhe atë ne paka shumë sa herë që kam dublu me Cenin, është kjo që ndryshojmë totalisht po se tekstin, me u përshtat, normalisht mos me dalë fare jashtë asaj, po Patjetër. që me i fut shumë batuta jashtë asaj, se mos me majtë shumë sipas originalit. Në mas të inspirimi, zoni karakteri që i futa Leos, dihet Gjafa, është normalisht, i Gjaj aty. Në doli lezetshëm, po vetëm që kishte edhe çik problem ke pjesa e përshtatjes edhe të pjesëve të tjerëve që do dublonin. Për shembull te Breshka, Edhe ka bo Marini. Marini ka bë Breshkën. Sinabani në ka bo ky, atë leprin e ka bo Pierini. Pierini, po. Pierin Vlashi. Edhe kështu më Si maj me këta tjerët pasaj, këta e në kështu. Po janë ka shumë aktorë, se edhe Vini është një nga prindrit, është janë shumë zonat njohur, domethënë që qarkullojnë, po janë shumë pak, kuptoj se 3 zonat kryesore janë ca fëmijë aty, është që janë ato një gjithë. notë si ylli limoni. Ua, kur ke atë, Ylli limonerat që. kur ke atë pjesën që kërcen, la që janë kështu që bie akvariumin, ajo kafazi që jeni ju, që hidhen njerë lartë, tjerë poshtë dhe binë shumë kohë. Që ja bëjnë ato buburrecat shumë që i jep natën. Po ti qa po si lisha qiri. Ato buburrecat e vegjit. Çfarë po si? Ka qenë lezetshme. Do si ju ka lënë Zimani, o vlla, se ke parasysh. Në herë dhe i bëjnë këto kështu për, nga që po përmend emra publike dhe zakonisht janë kështu. Mirë, aty nuk është se ka qenë për ofendim. Publicitet. Jo, publicitet tamam. Po do ju shumë, po s'do ishte ndrojnë edhe në Alfred Kacinarin. Biles atëre me sa më mend se ma ka pas çu dhe ai Ceni që çuni që kena dublu bashkë, domethënë që edhe i Ilir Shaqiri vetë kishte shpërndar atë pjesën. Që mund të profili vetëm në story, nuk e di kështu postim apo janë. Qa boy. Po ja bëk të gjëra artistike. Ore, ka përshtatje, po ka edhe në përshtatje, kuptoj se janë këto batutat që diskutuam dhe herën e kaluar, që ti e lidh aq shumë me jetën e përditshme sa që domethënë shikuesi kur e shef e lidh se unë e kam pa kam qenë aty, e kuptoj dhe të shijon më shumë kur e shef, a kupton?
mos dalin të tjetra, rrin prap te Leo se Leo është pafund. Kur thot do dal nga bloku, mos është ajo shprehje. Dalën në pazar, pinë një kafe, dalën në xhaxhiqa. I qofte. Aty ndoshta versioni origjinal se më mend tash i fix, po kanë qenë edhe që s'kam pas një herë natyrë kështu gjona shumë e tha. Kanë ndjekur ndonjëherë flutra, budalliqe. Po. Na E ma me këtë frazën ti, dali e, kam do ike, kam da menit. do ikë, se po tash fix fare nuk mbajtë se më duhet se ka 2 vjet gjë. Po diçka ti 2 vjet e gjysmë e ke kështu ti atë. Ti orë do ike tha se ja thot ti s'jam mbathë kur ishe 20 vjeç do ja mbathë tash orë do ike tha kam da menit. Kam da menin ella. Ike dhe unë i erdhat, hajde i qoftë ne. Çof ne boj çik jetë, çof dynja me sy. Me që ti deshe me dalë për qofte, kolegi dashur. Se i hongë qoftet Leo si përfundim jo. Se Leo? u thy prap mrapsh. Ja, nuk ashtu se ja doli dot. Zjatja para. Që jam tërë, qofte! Kemë pru qoftet to. Hajde, me Hajde Leo. Me birra, me gjona. I teke raki. I tek aki duhet. Edhe me ngrof rrylin. Në qofte të kene. Po do t'i hajmë pak. E mbyll të tash se. Po se na ça era na Jeni me la. qofte të aty ti. Kur të qoke këta? Oj, nona. Vjen keq të shit, lutem shumë. Sa kohë ju ka marrë Leo vlla me dublu? Me thon drejtën, te ke pjesë të shit nuk është totalisht gjithë filmi, nuk e di sa kohë ka marrë çunave Jo, pjesa jote më shumë. 2 orë. Sa aq 2 orë gjithë. Te studio që kam dublu, domethënë na shumë funksionon, që janë me 2 orësha. Ikën për 2 orë, maro çka ke për të bë. Po maroja më shpejt, mase i futën ja ca plotësuesa kështu. Po. Ja ca. Plotësove një çka tur me anë gjone. Kështu, po domethënë mëna 2 orë që të shmaro. Se nuk është se ka dhe shumë, se po ta morësh, domethënë 1 orë gjysmë film sa është ajo. Nisë se Leo i Pra, po, ka sa shëroj tirada profesor, gjata. po, Si, ka pas edhe këto që i çik më shumë, mund të ketë zgjatë çik më shumë nga tjera se është bë dhe për shtatja nga fillimi. Po. Eksakt. Pa paraprakisht në versionin anglisht, edhe tu menu mëse, jo po këtu t'ja sena kështu, këtu t'i fusim këtë. Edhe keni menduar para këto pjesë, domethënë dublimi ka zgjat 2 orë, po ka pas dhe proces përpunimi para nga ju para se të shkoni te dublimi që ç'a të bën, ç'a mos. Jo, ato vetëm kështu, edhe në biseda WhatsApp-in që Spontanisht. te kjo pjesa t'ja fusin e kështu, domethënë ditët më përpara se Po, para e ditët kuptoj. momentit të dublimit. Se para dublimit në i kafe pim në ke lazja, ne unjit. Aq ishte para përgatitje. Nëse për mua ka dalë super dublim i gjeneratës së re për mua është më i miri. Po, një ndër. Po, prap, domethënë on Se top. do dalim te i dytit e i treti prap, po Po e një di më ndër. e di se do dalim te i dytit e i treti, po them domethënë prap për mua si Erlin, valla, është më i Po, miri, ai on është- top. On top, se edhe Ray ka pas kohë më gjatë dublimi aty. Po. Kupton se ka qenë kryesor, pra ti të qeshme në kishën çdo sekond. Po ç'a të bonëm? Çfarë bona bre? Si boz interesante shi. E ditë kishë gjatë, qove, vështirë me una nga i shok, nga i mik, ose ka i dron. Preja drut shkurt. Ej, pikat bi. A ka qenë në vështirë me e dublu apo kështu thjesht drejtë në rol? Jo, thjesht ky zoni ka çik problemin e Ka pra qerrës thonë së sportfilmi, qerrës, ndërkohë. Zakonisht, jo vetëm ke Leo, por ku ka pas edhe në dublim për një serial tjetër ose film tjetër që ka pas disa zona, këtë e kam planë gjithmonë për të fundit, se nëse e nis me këtë lloj zone, pastaj Ke marrë bu. ikën rryli. Rryli Ska, të gjatë. ska alkol që ta merr dorëzim fytyn, pastaj që ta sjellim Terezi. Nuk është se ka shumë vështirësi për këtë pjesë, por vetëm kjo, pjesa e dëmtimit në është të fytit e çik. Ja. Po për 2 orë s'na gjej gjën. Jo, e kina dhon prova. Apo E kupton çka krye vepra është bë për 2 orë, ndërkohë ata që kanë bërë Leon origjinali, kush e di se sa muaj të tërë i është dashur që ta përshtasin, e në prap na moshin të ligat se po ta shohin çka ka bërë Ray me Marinë aty, pas për Oscar. Leon e bë të origjinali e bë Adam Sandler. Po, të keq. Ka Ti të vi rrotull të të vi. Po tamam të vi Ne keq është. Jo, s'pas di hiç keq se. Mirë, ai ka versionin e vet amerikan. pra. Ne kemi versionin tan. Tiranë. Tiran. Ja keq si. Tash i lutem Adam Sandler na krahasohet me neve që ishim shumë më Çfarë më bëhet për? Që të bërë bish. Prapë thash, është fantastike. Tani,
kalojmë çik për mua ke Ko? number 2. Number 2-shi. Number 2. Gjëgjëdemi. Uncle Danny. Po edhe këtu i ke fut pak Leo, po është komplet tjetër. Domethënë këtu e ke luta më moshën. Uncle Danny pak a shumë si ka shumë Uncle Dana në për Tiranën, në Shqipëri, që poshtë pallatit. Gjithë, shesh që kanë Uncle Dana, më të kenë emra të tjerë, Afrimi, Genci, Tyri, edhe pra, si ti pianec kështu njeri i dështuar, e vërtetë. Ti të përfundosh si puna ime, tek pull, as do ta plasë njëri fare për ti. Pritje, Çfarë dha? që ka mirë kështu. A që pelgu kefët moshat keqe në pelgut. Ta bënë edhe? I ka këto fantastike më burr. Ua, u shkatërroa më burr. Edhe aty ka pas ndryshime, normalisht nga e pa. Qa është ajo flije? Ajo nuk duket fare si flijet, sa do Po gurgec atje majt skeles. Po që për plasën duhet. A ka ne zog fshati këtej? A ka në i zog fshati këne, Gjëgjëdeni. Po Gjëgjëdeni sa kot ka marrë, jam kurios. Jo, prapë e gjithë gjë. Më pak se qa i s'ka pas shumë aty, ka qenë dilte rrallë. Kurse Leo zjatë aq shumë se ishte nga fillimi deri në fund. Kurse në Gjëgjëdeni tek tuk dhe në skenë, thot në i lafen. e hongër më duket. Ati kur i dalë ato si tip mjellmash, lejlek që Aha, do në haka më duket. që bëjnë gati tigane ato të teja. Edhe më shmaru më shpejt. Edhe normalisht pastaj pjesën tjetër të mbetur që mos iki dëm kot. Bëm turmën. Bravo! E di kush ka qenë një skenë aty që masi ka nda këtë bukën të me atë plumin që e këshin plagosë për plas makina. I shko plumit të shi Gjëgjëdemi dhe thët, mas harro kush ndau 50-50. Unë e thash i tetë. Ta që bëjnë negociatat më qenë plumat kënej dhe këto rosat e patë që ishë. Patat e që ishë. Allah. Po të zeshme. Ju tashi nuk besoj se e keni këtë që të mund të bloni 2 veta me një studio, apo jo? I keni thjesht marrën 2 orë shëntate dhe hik. Jo, normal. Ka se cili ndoshta i organizojnë me oraret. E kuptoj. Fillon ditë vjen njëri 8:10 është sa ikën njëri vjet tjetri. E pra, domethënë nuk është e praktikoni këtë live aty me njëri tjetrin. Ja, ishte mirë, për duhen edhe studio kështu si për Hollywood, rajona. E të shilet, rije leftera mund. Pastaj mos harroj që dublon edhe në Tiranë, që duke dublu ti fillon ai matrafikën, ai do presësh sa të marroj botës, çfarë ti thosh? Pushoj qik. Nëre, A ka zot në ne gjog kështu edhe aty gjotë trapani komshiut ndërkohë. Nuk është se janë studiot në larg. Jo, ajo është merrna në qytet, po. Bërë je makina kështu, ai sherr spontan aty. Po. Mos e lej aty se kom lënë vazën, ke parasysh për një parkim, në gjë. Edhe këto dalin pjesë të filmit. Se këta kushte? Një gjëja më të bukur këto se i ke ambientet gati, nuk lodhe çfarë. Të i meri bo safe kur duhet, bami fut deri. Pra, e ke databazën gati, miku im. Sa të rishtë shkarkosh efekt për shumë kështu street ambience, qitë mikrofonin ke dritarja 5 minuta, ne? Bip! What? Kështu gjone. Po ku shkone? Jo, ne. Ore, jam unë kurios shumë tashi për këto, se duke ditë se qa fanisti je, jam kurios se çunat nuk e majnë regjistrimin me dublin e parë, se një gjojt e heqesh. Shumë herë bëhen ndryshime, normalisht. Bëhen edhe biles ka i herë dhe unë edhe të projnë një qikë që thejnë edhe në gjë që s'duhet thonë. S'po them fjallor banal, se normalisht ashtu s'ka, po. Në herë kur është në një skenë që duket si për shtas me bëjmë një 3-4 prova kode kështu me të shajtme, ke vërtetë? Po. Ato marrin thjesht që filmojnë dhe nisen në WhatsApp njëri tjetrin për qejf. Pastaj shihet normalisht dhe futet në seriozitet mëse puna dhe. Po nxirrin këto. Këtë që jam mrapa skena kështu, kupton? Okej, ti ndaç bëj edhe me pip, s'ka problem se njerëz gjallë jena. Se jena, apo në kështu në një tip dokumentari, duket që ka qenë Trump, ja nuk e di një president amerikan, po jo, më duket se Trump, edhe se fliste atje dhe duhet ishte narratori dhe secili përkthente atë pjesën e personazhit vet. Edhe se ngretë dorën në gjok kështu, Trumpi po ishte këtë gjok kështu. Domethënë, "I teket, lon." Ai kështu di për çfarë fliste aty, po se bëte kështu gjasë një teke.
Ose kapet shkurtër. I smëgjë. Një të vogël, shëse. O që më kujtove dhe Rizli dhe Zivonin. bo. Me për zotin. Që më Rizli? Mas dilet. Zivone. Nuk e përballoj dot më. Për rjetë drejt. Një 500 me vete. Në qëfë që do t'ja pik në njonit. Zivone. South Parku më thënë ka qenë, aty ka qenë lirshmëria. South Parku ka qenë nivel Pro Max, unë nuk harroj për zotin, ka në dhjeri s'ke, ku kemi qenë bashkë në shpendina atëherë, që bëm South Parku që da bëshim live stream. Ma me për vit 3, do bëj një që do bëj live stream për vit 3. Seria e parë fare, me që ishte bateri i bëhet tutor. Po. Që ishte 2000 lekë e pusme. Boni lega i vënë gjithë rresh mas. Se nuk e majsha me mbot që kena bo atëherë. Di që kena qesh la jena shtrim barkas, se thjesht e kishim bo dhe nuk e kishim pa, dhe thjesht u shtrim barkas kur e pam. Ka qenë seria e parë fare që u bëhe South Parkut. Mas nësaj nuk është se filloj direkt South Parkut, se nejtë në ca kohë dhe masej fillu kështu që ata proboj merë. I sezon 2, 3, 4, 5, nuk e sa. 5 a 6 nuk dëgjoj ti këtë. Duket se 5 sezone, mas nej u ndërprer. Ka qenë edhe film pa e filmi është tjetër, s'ka lidhje. Filmin dhe South Parku. Filmin jo e ka bo Lenci. Filmin e parë ka bo Lenci që ka bo regjin. Po, është shumë vite. Ajo, hajde ta Po, qenë. jo, në kam qenë kalamo për vete, kur ka pas dublue. Ha pra, ajo ka qenë shumë e vjetër, po të të rritë e historia. Ishte dita vitit 3, dhe fundin 31-shi. Dita fundit vitit vjetër. Po, dita fundit vitit vjetër. Me rejnë telefon mu. Nuk gajtë që kena loni aty batuta pa i thonë. Kena harroj aty. Dhe nisu për studio. Bëjmë atë dhe herë, po ma i men atëherë vlla ka qenë qamet e bukur më. Ka pas super impact. South Parku akoma dhe edhe sot fanen pse zboni more kështu. Tash ne nuk është se zdu me bore, por nga që jena profilizuar çik për shumë kjo, si se edhe thash ke pjesa e politikës, domethënë humor, satirë. Po nëse do ta flasim që më shumë South Parku dhe pjesa e dytë bashkë me përshkaqënin. Jo, përshkaqënin ne kemi tashin e. Jo, ta japim një çik aty tash t'i japim rëndësi tamam, edhe përshkaqënin. Peskatrice. Pse do t'i japi tekstin aty, s'ka shon se do ma bëj peshkaqin atë skenë e fundit. S'kena lek me ble buk, s'kena buk me tash me ble lek. Vetëm mund me memorien jam si keq. Eksakt, pa ne do ta jap sample sa të bëjmë pushimin. Ashtu po? Një shto bonë, të keqen. E aty e ka qefin. Po sa zona qarkullon më burrë dhe prap. Domethënë unë që kam pa dhe këto që duk kështu që s'kan dalë televizor, e kupton që dalin të ato që ashtu. Edhe po të hysh te South Parku për shembull, e kupton që është re dhe janë 5 kalamoj rresh që i bën re i gjithë, e kupton? Mos e ne të vinë këto të shtëpisë tyne, po prindit e këtyne që prapë bën re i gjithë. Vjen dhe i çifut çfarë është ai që e bën re. Ai lan, çfarë prapë? Ai është lagu Kailit. Besi e kanë gjithë. Sa rrop keni që e keni bërë dhe që dublimin gjithë se... Po, nga që kena qenë dhe pak vetë dhe do mësë dëshmërisht... Kena bërë gjitha vetë? Do dërëshëm, kena qenë unë, Albi, Gerti, Albani, Ola... Po, këto keni qenë kryesorë dhe atë. Nuk kena qenë shumë. Edhe, po, duke qenë se da jo ka shumë personazhe aty, do s'do të takojshin me bo nga 3-4-5 sop për kokse. Po që thove ne vetëm kena bo atë kampionatin e këtyre. Big Brother i kampionëve. Big Brother i kampionëve. Ja ku jemi Big Brotherin e kampionëve. Bo, sa ja bo. Maria arë prapë. Pas ka ardhe. Jo vlla, po bëra kitikut. Do Edhe ka qenë lezetshme. Sezoni i parë, nëse kur qitën në sezonin e 2, 3, 4 vazhduan ato do po ritëm ajo pasaj. Nuk ishin gjallë, ishin po më shumë se tip muzikal. Po se kur ka qenë i pari, më i mend që kemi qenë akoma goxha veta. Ke qenë ti, kanë qenë çunat, Albani, Gerti që bëu zoni, Gerti nuk e ka pas bërë Ronaldo. Edhe Mesin. Mesin, Ronaldo, ka pas bërë goxha. Po. Pasaj kena qenë dhe ne që bëshim të dytësorët, ka qenë Brendi atëhere, pare se Rej që shtu thanë. Albi ka qenë. Albi po si e ka pas arrova të shi,
Ky çuni që bote Delfin të Paradise PD-a. S'po më vjen tash. Ergi ka qenë. O zot që bote Delfin. Erdha, shefi, sa po bëj pak inventarin, tu ke po drogës. O shefi, po më qenë droge jam. Po se po kyse po. Mirë kishte. Ajo ka qenë, vlla, nuk e harroj sa të kemi jetë atë serial. Mu vje plasë, nuk e di, kanë akoma arkivat çuna edhe ata? Besoj se duhet jenë nështë diku. O vlla, ne kena dublu një 7 episoda atëherë më mendon. Unë Pa friki erë. Ti di që unë se kam pa vetëm pjesë, domethënë South Park-un e kam pa gati. Ajo nuk doli, se doli veç traileri atëherë që ne do ta Po, nxjerrim. nuk e, ajo nuk Di që përfundoi. seri parë, seri dytë i kena myll. Këta e majnë Duket men se si po. dreqi. Po i kena bo herë deri te episodi 7 ai 10, e kena bo se përfundova unë të po 4 zona pastaj. Duket se po, po tash s'm kujtoj se edhe truni. Për zotin ale, unë ta them me shpirt thuj çunave, po e patën arkiva atë ta nxjerrin ale, sa e do shpërthej. Edhe u përshtas se goxha mirë për shqipe, ishte pak a shumë si puna South Parkut. Po, ishte, do të thënë një Paradise PD, kjo Policia. Family Guy me South Park, ishte një kombinim i lezetshëm. Po. Se vetëm Family Guy po, mase po të flasim për këto kush është elita fare është Family Guy, po humori që kanë ato është çik i papërshtatshëm se Është shumë humor amerikan, nuk e si e fut në shqip se më shumë edhe humori zi, se për Amerikan, se Amerikan është dhe South Parku, po ato e përshtat, se ka një tematik, kurse Family Guy diskriminon çdo lloj gjoje që merr frymë. Ka mosha 0 deri 200 vjeç dhe Pra, nga ngjyra bardhë deri në çdo lloj ngjyre. deri te lullaqi. nga të pakrijuar deri te vdekurit. Eksakt pra. Po kjo ka qenë një super e adaptueshme dhe ne kena adaptuar shumë mirë. Fillum të lut me dialektet pastaj. Fillum me Korçaj, Tirancin. Asnjoni, se domethënë ato të gjithë që punojnë me event aty nga një qytet, po asnjoni nga një Asnjoni, qytet. Asnjoni shkodron tjetri Korçaj. Ai ishte si Tirana vllai qyteti. Komplet me japonxhi. Bashkim krajinesh. Po, Shqipëri. E mesme. E po tashi, E po çfarë bësh tash? e po lëra ullo. Okej. Të marrim çik frym se Edhe unë lodha vllai do të racional kokë se A bëjmë pushim? e bëj. Mëlle pra pushimin e parë, e ne vim pastaj shumë shpejt. Do thonë ne do rrimi çik, po. Vim shpejt sa të marrim vete. Si një pikë ujë. A më deri aty. Se shkem çik deri aty. Deri diku. Ja, më di bekua. Shadow Clone. Erdhëm ke pjesa e dytë, ke pjesa shparthyese. Pjesa shparthyese. Ai. Ke super dublim të Leo që mu më shpëtoi. Ja të nonës dhe babës. Nonës dhe babës të dëgjosh llafin, po jo këtë herë. Do të mojnë për të çmenër, se do thonë fliska me hardhucë. Jo këse radhe. O, nuk kom të ngop me këtë dublimin, o zot. Ka qenë të lezetshme, ka qenë. Ne shi kalojmë te Në vitet e fundit nuk është se po ti shohësh këto filmat vizatimor që bëhen, nuk është se sigurisht s'kan më atë lloj kreativiteti që kanë pas dikur me kukullat. Fare. Tek tuk del në një kështu si e lezetshme. Nuk e di çfarë pinë ndoshta ato që çfarë lloj imagjinate kanë, ne. S'para ka pas. e kam prish shumë dhe dorën e cilësisë filmave, ëh. Nuk është se janë më edhe filmat siç kanë qenë se. Qa po diskutojshim që para të SpongeBobit, ka po 4 filma. Këto të rinë që kanë dalë, domethënë nuk është se janë sa imagjinata kot në kot, kështu, sa budalliqe. Pa që të filluar që nga animacioni deri dhe këto tjera, ka pas lezet dhe burat ere me. Dhe skujdborën e sa keq që SpongeBobi s'është këtu për të shijuar SpongeBobin që s'është këtu. Ka qenë SpongeBobi dhe qyteti Guaskave ka qenë. Po, kjo Që ikin me atë makinën kështu. Eksakt. Po kam pas bëjt super ndërthurje për SpongeBobin atëherë, që e bëm këtë 3D, no realen artistiku me kukullë. Ai me tavolinën e surfit, ai. Eksakt. Boti. Nese, ne kalojmë te këto tonat, ke peshkaqëri, Peshkatricia. peshkatricia. Ja, ka zot. Nuk kena buk. S'kena as lek. S'kena as lek që të bëjmë buk. S'kena as buk me shit me mor lek që të bëjmë buk. O, zoti bon. O, zot bjerë marë, o, zot e bjerë.
S'kisha qesh dhe herë këtë shumë prekosh. Bo më qatë quni. O, none. Ja, për shka qenë ka qenë lezetshme. Po, Ujku, po- do të thënë ujku kryesori është ujku, si Po. Ja po Marini. Koka e ekipit, domethënë, që ishte edhe më i zjuti dhe më edhe Gjarpi ishte kështu kopil. Dhe për shka qenë ishte hamall. Po, grau kështu ne. Ai ishte gangster, fishi mod. O zot, Lale, po ka qenë super kombinim karakter, se në atë film të gjithë kanë qenë on top, Po. Kupton, pra Marini ka pasur atë si letrare, po kështu si çun në rrugë, ndërkohë e ka ruajtur atë letraren, po dhe si çun në rrugë. Po, jo, ujku atë pra ujku ishte koka e gjozit ishte ai shejtani. Ai që bote që thurte atë. Piranja ka qenë lezetshëm. Piranja, pastaj ka qenë kështu që vetëm pirte. Po, kur e kapte panikun. Pa çfarë të bëj? Po, Alban Musa ka po. Piranjën. Po, Albani, tash u kujtova. Gjarbin e ka bot Devisi. Devisi ka po Gjarbin, po. E ka qatë. Një lëpirë se. S'kena me lëpirë. O, më bëjë Ai e ka zonën, vllak, totalisht për karakterit. Shumë për gjitha për këto villains, po këto të qindë, është fiks. Desha me të pyet vllak, kjo databaza që ti ke zona. Sa të zhdash ta ndërtosh, ta masterizosh më saktë. Kur ishim ke pushimi, që po shifshim një dublim timin, Po. që thoshte aty 7 years ago, para 7 vitesh, unë kur i shoh në herë dublimet e para gjumës, po, normalisht që ka evolu edhe ka bë progres zonë, edhe në herë s'm pëlqen dhe biles them të rifutën, të bëj dherë ka e para me zonën që kam sot. Okej. Dhe do me thënë, ne fillum praktikën, ne fillum me South Parkun, në fillim fare, që me zbulu në izotëri, Po. kështu. Edhe po t'i shofësh edhe të para, mos më pëlqejnë shumë, me thonë drejtë. Jo teksti e gjitha, po kesh zoni im, kur shoh zonin që bëj sot, siç e ka pas atëherë në fillimet. Nuk e si shumë amator, shumë. Po mi më tash se Po që me kalimin e viteve, unë 8 vite. Unë sigur kom nis këtë shmendina që në 2018, tash 2026 8 vjet. pse në 2018 e ke nisi atëherë? Bashkë kena fillu për jeshtë në atëherë? Në 24 shkurt 2018. Unë kam fillu një 2-3 muaj mas teja atëherë që Sigur erdhëm. po. Se ka qenë mas festivalit që na sollën. Unë bëj. Ka qenë Albi atëherë. Albi ka qenë po. Albi ka pas Bukailin te South Parku. Albi në shokin ngush me lencin, imagjino dot Po, domethënë se çfarë mund ndodhi. Hajde gjeti dhe mohabetin. Edhe biles te kur më kanë marrë në telefon nga Shmendina se më pati thonë shok që ore pse çonej unë merrsha në The Morning Show në telefon, e mirë. Alo, si ka lopë, mirë, si keni kënë. Ja Maltini për Shkodrë. Desha me tregu histori që kanë këtu në Shkodrë. Tash kara prej katit tret ne ka pështu, po është pa shpjegush në mërdë. Po mirë, edhe. Po jo, po se duhet të them që kanë ra prej katit tret e ka pështu, se ka pas raste që kanë ra nga kati parë kanë vdek. Ky nga kati tret ka pështu. Po mirë, lasëm shpejt. Dhe po konfuzim njës. Regjistrojsha telefonatët, pastaj biles pati ca kohë që nuk më hapshin më telefonin, se rrisha në mes çat bëhesha me Alda kështu. Flisha me zot ndryshëm. Mirë, alo, çfarë të vini një. Herë si Tiranë, herë nga Shkodra, herë kënej, herë Kokat. Zot. Dhe pesha me numrin e gjyshit më thënë. Po se ta kishim son numrin. Pa ta morë biles kujtohet ka pasi kështu Aldo që bashkote çifte. Po e di. Edhe kishte mori gru kot aty. Po unë një gjë, pse një gjë as mosha si gjë. Dhe mora unë mbrapa dhe po një gjë çaj zonjën, tash para me i para forcë dhe desha me kontaktu me ta. Sa vjeç ti më thamë 40 vjeç. Jo 44 vjeç tash, sa që thosha. Po është e madhe Martin, ishte 50 vjeç, 50 sa. Po mirë. Do të ajo unë to në shtëpi dhe më nerë jush ishte në banjo për momentin. Kur merr telefon mu, ai numri fiks me 042 që ka pas. Ale tash po, është do të flasësh me atë më të gruan? Po, tash. Ai kishte një gjuhë telefonatën dhe jam interesuar për atë djalin nga Shkodra, atë Altinin. Mora unë. Ja, alo si keni kësë, na lidhi Aldo. Na foli i thasë, mund t'i flasësh. Çfarë, kush e di çka ka pas emrin, kush e ma mend. Si të na pa. Si keni dhe shën mirë, me çan mirë, një kështu burri mirë, ka shtëpia. Ç'a burri dhe po të Aldo se është me çan. Falë të rëzi kom emocione. E si përfundim tha, t'ju shkëmbejmë numrat, ata që të flisni privatisht. Na shkëmbeu numrat dhe mora më se këtë tash në online, tash s'ka lidhje, si on Baltini as nga Shkodra as gjë, isha 22 vjeç, sa më kanë. Po pse ky emision që ka mashtrim tash? Ora nuk ka lidhje tash në emisione, thjesht po tallsha qellove ti. E mori seriozisht ajo, po ashtu i thonë ti kom gjyshin.
Është çik më një vjetër. Po i ka kilometra të mirë, i ka bërë shërbimet. Është marangos. Gjithë pojnë, kur të bina i kam. E në kështu fillova, dërgova audio regjistrime të telefonatave. Në biles kur më ka marrë telefon nga çmenia ka qenë dava 3 me shkurt, ka pas ditëlindjen aty. Në të keqë. Çik ujor dhe ti. Puna ime. Çka ka thënë? Ne ky ujor lik na ka marrë në Ah, në vdesu një shtati që po më rrethon tash. Edhe vje keq. Kanë ngel si zjerë mes ajrit. Ti do të më ndrosh ai. Për zotin. Se nuk ja dal dot më kështu. E po tash, ç'e ti bësh me dhe? Po pjesën e se ti merresh me pjesën e backstage, pra që merresh edhe me montimet e audios. Po, atë bëj ke pjesën e teknikut të audios. Po. Tash kush pëlqen më shumë nga proceset? Ky para apo ky mrapa? Po, tash ke të dyja të bukura janë, normalisht. Po që kjo thjesht është punë teknike dhe nuk është se ka, do të thonë ka edhe kjo kreativitet, se kjo pjesa kur po efektet, to gjona është e lezetshme, po është edhe çike lodhshme se çfarë ti çik. Eksakt. Do dia. Dhe për shembull ke South Parku ne kishim çik pak më të kollajshme ke pjesa e efekteve. Po, zhurma gjona se ne i shkarkoshim me 5.1 versionin e audios, si me 6 traqe. Hiq zonin Hiq ato. te futane uli. Ju e kishte me drejt South Parkun apo? Shu ka qenë. Me drejt zotit. Po si, një sekondë, si e merresh 5.1, se kjo më çudit. Në torrent më ne? Ai, Ke gjenë aty çdo lloj. Jo, kasapa mos i nxjerr gjitha këto se mësojnë tjerët. E po tash, jo me torrent e shqyr që s'kena kështu ligje piraterie, ku dëgjon se ato që mund ta shkarkosh merr pa dalë alarm kinema ne ke marr e ke gjetur. Bir, nona bir. Ato vetëm këto 5.1 ka vetëm problemin kur janë skena mrenda më shumë. Në shtëpi se duhet ta bësh nga fillimi se nuk ka shumë eko te audio dhe do t'i kapësh nga e para. Ambient dhome, ambient. Po menosh edhe si kështu spontane fare domethënë. Imagjinoj që i krejnë si mjesht të roshi. Po, imagjinojmë atë zhgullin kurrizën. Po. Si mjesht të roshi, po të bëj të fol me kështu siç e ka pas bote një karakter të South Parku që ka qenë Zoe Hall, po s'kujtohet tash. Kush mo? Sa susu jap. Është te fëmijët, po është jo fëmijë tamam si zo, po është pak kështu i ngjirrur i Erik Hall. Boli. Erik Volje! Erik Boli ka qenë aty, tjetër ai Kenny, po Kenny ka qenë mirë, se Kenny s'ka pas nevojë për tekst. Sa herë që dilte Kenny ishte kështu, o shqyr, se Kenny vetëm vetë dorë parë. Thjesht maj atë sinkronin kur fillon me fol kur maron. Dhe që ai s'ka sinkron se ka kështu. Ai to ka qenë Steni mos, ne? Kush ka qenë ai me kapuçë shile valla, se më më nuk si ka pas Ai emrin. ka qenë Kaili. Kaili pra ka pas bërë, kemi qenë atëherë bashkë. Kaili ka Me qenë. atë fillon duket episodi i parë. Jo, po them unë. Ai Jo ka qenë për dimër o burr. Ai që ka 3 flokë të verdha këtu sipër. Ah, po pra, Ai është po jo që- ka pas këtë Kailin. Këtë me kapuçë shile atëherë. Po. E që Ja, se ma këto e katër që zonin janë kryesorët fare. është Kenny, Kaili, Erik Boli edhe Steni, Çuni Bertit. Çuni Bertit tani. Berdisani. Është cigare më apo të cigare. O hurme. Unë kom lënë pasishën furti thu. Po ku të shko menja për birë, për shkatron. Unë për këtë vrasmeni në Burgnar si i burojnë, do të bosh sa sezone kemi dublu, të 4, 5 të South 5 Park. nuk e se janë, 5 sezone. Dublosh 5 sezone. Nuk po të them gjithë zonat, po llogarit veç Bertin e Sanijes që është protagonist prej fillimit deri në fund. E të pjelli menje për gjitha të budalliqe, se hiqi këto banalitetet që janë bërë, po flas edhe batutat që Në fakt për ke pjesa e banaliteteve dhe këto gjithmonë ka qenë visi që na ka mësu, si me thonë që edhe nuk duhet në se është edhe teprume, që shash kod vende pa vende. Po, tamam. Gjithmonë na ka pas tërheq vëmendjen visi dhe ka pas drejt normalisht. E majme. Që është mos jo domosdoshmërisht duhet me i futit shajt nëse është kjo kategoria e them që mund të ketë i batut shumë të bukur, në një gjë ironike ose kështu therse. Që aty se kap njëri për shembull, sa thot i llafaj sa bukur. S'është ka ndonjë bukurinë Ai është thjesht sa për ai është dhe katalizator më shumë, Po. jo është për të thyer atë
Po që gjithmonë ka pas, edhe kohët e fundit mas ne fillu me reduktum goxha, se edhe kritika zuri vend, normalisht. Normale. As na thoshte kota që mos o file, se file. Tash nga file pas e kena të tjera të OG. Kena kaluar te OG. Tash ka kaluar te OG, OG. Oh, bo. Po mirë, unë do të di për shembull karakterin tatë më të preferuar. E gjitha që ke dublu. Edhe pse për ke South Park apo ke këto të tjera? Gjitha që ke dublu. Arria leftare mos e ngacmo kote. Rria monë. Sot je nesër si je. Ke pjesa e South Parkut, aty gjithë nuk mund të veçojnë një, domethënë normalisht që Berti Sanies dhe Erik Boli ka qenë dy më kështu. Në fakt e South Parku, në origjinalin më thënë, Randy Marsh që është Berti Sanies, shqip, domethënë ai s'është fare personazh kryesor. Thjesht kur kena bo ato përzjedhjen e serive kanë qelluar seri që ky ka pasur një përfshim. Se ai është kështu kot, domethënë te është kalimtar. Është kalimtar, është thjesht se kalamojt janë më kryesorët. Është thjesht një prind në radhë njëri prej këtyre. Po nuk e qenë se ishte si tip matrapazi, kështu si dalla vera xhi. Po mu çu po çu, ku lësh pincat atë, kush mi lu mu këto, qitë herë kam thonë. Çe boni? Po jo, nuk shtyhet më kështu hurme, do ikën brazelat. Ka pas edhe ca episode të vetë edhe ai që nuk e di domethënë janë për të marrë ato videot për të sharkuar në SB, për të vënë kornizat, është rekord i Guinness këtu. Kush e di. Kurse ke pjesa këtyre pas ne që ka pas qef më shumë, pavarësisht se Leo ka hes më shumë normalisht, edhe peshkaqeni ke këto, po në momentin e parë fare që kam pas shumë qef kur ma kanë thonë që do bësh këtë, ka qenë Squidwardi ke SpongeBobi, se Squidwardin Ç'u thu? Unë kam pas një gjuhë gjithmonë juhem që kalamo me zonën e Dritan Boricit. Ka qenë dublim perfekt me zonën e vet Dritani që ka pas bërë Bugs Bunny në këto. Po. Ai ka pas shumë databazë të fortë zonës, ai ka bërë çmarr. Po. Jam mundu me e përshtat pak a shumë zonën që ka pas, po normalisht ai është nivel tjetër. Edhe ata ka pas qef se te kush ke dublu Squidwardin tash se s'po vjen. Ke këto filmat e rinj që te filmat e rinj. Janë këta origjino që janë bota shimra, pa kuptoj që janë bërë vetëm filma, jo te jo te seriale. Jo të vjetrat, normalisht. Jo, janë të reja tani domethënë nga 2019 që kanë dalë ata në Shqipëri janë dublu ka qenë SpongeBob ka pas bërë Maurice Rama. Po. Dritan Borici ka pas bërë Squidward. Ka pas bërë alert serialia në fillim fare. Ka bërë seri të para që jepeshin te Top Channel ju. Që jepshin mjes nga ora 8 e mjes. Çoheshim sabat direkt në muzikën aty, si kishin vënë para alarm. Për zotin. Shifshe SpongeBobin me një ndërprerje të shkurtër kur fillonte horoskopi. Eksakt. Çoj që ke horoskopin. Ditë pas e Tom i Jerry. Mas e Tom i Jerry këto. Yu-Gi-Oh-ja me radhë. Këto ka qenë, ba? O zoti i madh. Po mirë, personazhi që të ka lodh më tepër në dublime. Ka qenë një që po flisim të këto, të Dragon Balli, ai Goma. Priti herë po, tem. Se ke bo edhe këte Gomën të Dragon Balli që është bota shqip. Daima, Po, të Daima. Ai ka qenë me seri dhe nga 2-3 seritë e fundit ka pas ato betejën këtu të fundit dhe aty ka qenë, domethënë, pothuajse në 20 minutë që më duket se kanë qenë ato seritë, mund të ketë pas 1 ose 2 fjalë në total dhe ka pas vetëm kështu. Këto pasir me gjona, gjithë kohë që të majtë ujtën aty. Rryli, pasaj të zi. Kjo është një ndër, do të thënë, se unë se ditë kesh bë anime tjetër të dublume, do të thënë, qofsha gabim se s'dalin gjithë. Jo dhe ke këto, Oli dhe Benji, aty kam pas bë një, po nuk e di se më çka ka qenë. Te këto të reja apo të vjetrat? Te Kapten Tsubasa. Janë dublu dhe të reja? Po. Nuk e di kush ka qenë aty, se ato më duket ka qenë një nga 2 binjak, kanë qenë 2 binjak. E di për këtë thu, po. Ata që kanë dhënë muziketër këtu para. para. Kanë flokë kështu si me majuca. Një prej atyne, po nuk e di fiks kë, as emrin se më më. Asa ta vetë se njohin njëri tjetrin kur e shohin pasur, po. Biles në herë ka pas kështu kur dublëshim ato, se flet njëri flet tjetri, kush e ka këtë, hiç shonë se duhet të prit se pas ka tjetri. Pas ka tjetri, si ka ky. Se i soi ato, hajde merri vesh kush është njëri kush është tjetri. Bela valla. Tu si edhe japonisht nuk është se flasim shumë. Çik çobançë. Ka bërë të vjedh me sa mos kel rrugë. Ai se këto ku është lokal filoni ku është rrugë. Bela. Po që animet që si, do të thënë, shiko, ne diskutojmë për herë edhe me të tjerë që kanë qenë për dublimet këtu edhe
ndodh kjo që ore si ka mundësi që të gjen për herë role që ti i përshtatesh kaq mirë, për shembull në rastin tatë janë gjithë ato që ne kemi pa janë role fiks që i përshtatet karakterit që dublon. Tash unë këtë pyetje se kam bërë herë, no? A i përshtateni ju karakterit apo ju zgjedhin karakteret që i përshtaten tipit tuaj? Te du të kuptoj vëndëshim. Po, tash kam përshtypjen që për zgjedhjen merren çunat që janë teknika normalisht. Pastaj në varësi të personazhit dhe përshtatet unë metoda ime që si ja përshtat se them këto që keni piktuar këtu ju, duke pa nga fytyra, nga pesha trupore, nga si është si skilipes, trash, i egër në fytyrë, me musteqe, me një mjekë të hollë, kështu. Si më sa i përshtatet e zonën. Përshëndetje. Ose ku është ai egër? Qëllon aty për aty domethënë, thjesht para se të filloj me dublon, them është teksti dhe thotë ke filone, them gori. Ma hepi dhe them ta shoh çfarë surrati është, çfarë është kafshë, është njerëj, është burr. Aty bëhet përshtatje, thjesht çaj përshtatet si zonë. Në moment direkt domethënë. Nuk ka se keni mundësinë që të shikoni para pak a shumë çaja ças janë. Ulesh aty, jep play, ma jep ta shoh kush është. Qa paraqitje ka si fytyrë, kështu, ka mos e kompane. Se mos onë çuni hajrit. Mos e përshtat zonën thjesht. Shoqër zotit kena. E kena që kërkojnë edhe stokun gati me zona. Po, pastaj kur ka këto, kur ka turma zakonisht që flasin gjithë dhe zemë, që bravo, zakonisht kur e ka pyes, ka hudh njëri zonë, jo, jepi rek. Bravo, me vëm! Unë 4-5 zona shumë, hes, futi rregulloi mbrapa. Plotsohet turma. Ty e ka qefin! Përdo, zakonisht kur bëj ke turmat, ke emisione që bëjmë, ne kemi ato, bëm ato javës, te rubrikë, te emisioni për shembull kritik. Edhe kur fus turma aty, bravo, është gjithmonë njëri thotë, bravo ik! E lej një aty në cep shumë. Duhet një vogël, duhet një. Ato turma ato janë, ato. Hajde, aty e ka qefin, një këtë e kam që fut gjithmonë. Po tashi, një rama ik, edhe. Që dalë rrugën ose çat këtë gatuar. Sa këtë gatuar mamaja. Po tashi. Kos edhe në darkë kos. Po që shiko, se këtë pyetje e bëj për herën gjithë që dublon. Unë do bëj këtë përsërit me si kam qef. A ka pas ndonjëherë për shembull keni qenë të dubluar dhe ke bën ai dublim që thjesht ke nalu dhe keni qesh gjysore kështu për qef. Po. Do më shumë nga qenë këto ke peshka qeni, aty ku është bën ndryshim teksti, se aty ke pjesa tyne që janë thjesht çfarë shkruaj aty thjesht. Wow, kjo nuk është e vërtetë. Aty ku kena fut dorë, aty kena qesh, se janë bo disa dubla të ndryshme me idera të ndryshme dhe kena majtë më të përshtatshme mëse. Që edhe mos me e kalu shumë vulgaritet e kështu gjone. Në herë duhet kam përshtypjen. Në herë me masën e duhur. Po, është i kanë edhe kështu se varet çfarë rregullash kanë këto për moshën e transmetimit edhe që nuk mund përmendesh këtë fjalë ose kështu. Edhe këto fjala dreqin për shembull, duket se çeka kështu si e nalume këtë gjë. Seriozisht? Po se janë sa herë që ka qenë aty, mos ka thonë që edhe mos e thuj këtë dreqin, thuj në gjë tjetër. Shejtani. E drejtë. E kupton deri ku ka shku o vlla se kjo tash është absurd. Ai tjetri po shan atje, e kupton? Po ndoshta është edhe ke kategoria moshave të kukullat e zëm që mund të jenë për moshën 16 vjeç e lartë. Aty ndoshta edhe lejohet. Kurse këto që janë për shumë të vegjël, problemi është që nuk e bëjnë të ndarjen këtu akoma të kjo është për 16 e sipër, kjo është për, ku di unë, 6 e sipër, siç ka thënë, më përpara ka qenë tamam ndame, po flas më përpara për moshën time, ku dijon 2005, 2006, sa fillon që ti jepeshin mas. Ditë të sotme thjesht i morin edhe për plasë. Ka qenë përpara që dilte, para se të fillonte filmi që do ndiqte, dilte ajo që ky program është për fëmijë nga mosha kaq. Kjo deri në kjo moshë. Po, për i burri, gruaj, policë. Po, a mendon se ka ragë interesi dublimeve, se domethënë nuk është më në të njëjtin popularitet që ka qenë më përpara ose nuk është më e njëjta punë që bëhej më përpara krahasim me çfarë bëhet sot? Tash, ndoshta këto janë kushtet e punës që mund të ketë interesi, për shembull, edhe unë thjesht e kam pas me qef me dublu, se siç kam qenë unë i vogël dikur dhe kisha qef kur një gjoja zonën e vetëm në Itali, çaj Sherimita, Gzim Rudi, gjithë zonat e dubluesve që ju heqet kapelja normalisht. Edhe për këtë më shumë më kam pas me qef.
Që nesër pas nesër kalamoj të shohin të dëgjojnë zonën tim edhe tip krenarie kështu. Po, shiko, e di pse mendoj se sot ditë e sotme për shembull kam, do të thënë gjithë shikojmë një fenomen të çuditshëm nga prindër që janë rrit me këto zëra dhe kanë kriju fëmijërinë, sot nuk zgjedhin më që ta marrin fëmijën edhe ta vënë para televizorit për shembull dhe të thonë do shikosh këtë. Po, e ka shumë kollaj, ulen kafe, prufi hudhin celularin kalamorin dhe dy, i çojmë TikTok edhe këtej tash studiet e dublimit kujdesen që mos dalë si shteti fjalë drejqën, ndërkohë ajo tupam TikTok. Ja, ajo është përse problemi ke prindrit si edukojnë kështu po. Po, edhe kjo besoj ka ulur edhe këtë interesin se edhe studiet e dublimit kur nuk kanë shikueshmëri, nuk kanë fitim, kur s'kan fitim ulet interesi, kur ulet interesi pastaj bëhet zinxhir gjithë gjoja dhe s'ka më dublime të reja që të bëhen si ato të vjetra që kur ta shohësh të kënaqesh. Ajo pastaj kjo është edhe problemi që s'knaqesh, domethënë, është edhe problemi aty që i prodhojnë këto filma, se siç edhe thamë shpar që s'bëhen më shumë filma të bukura, bëhen imagjinata kot, i kështu kot në kot, luftra me fata shkencë çfarë bëjnë. Të ka qenë janë edhe si shumë më shumë dinamike kukullat e sotme, filmat bizotëmor. Se po të shohësh të vjetrat Disney çka kanë qenë to Pinocchio, gjëra ka qenë më të avashta, më të bukura. Po, ata kanë pas shumë kjo ka ndryshuar tash. Dikur kanë pas më shumë mesazhe dhe nën kuptime, po prapë ato ne kemi diskutuar shumë herë për shumë gjë, s'ka qenë film për kalamoj vëlla. Jo, normal, ka sa, ke parasysh këto video që dalin, did you know? Exact. Në kjo dark side janë shumë për shembull, po të futesh e Pinoku, sa ç'a dali. Po gjitha më. Domethënë janë me nën tekste, ka shumë nën tekste, po këto tani janë që po bëhen tani janë më shumë të skenat e aksionit se sa të një mesazh. Po janë shumë të shpejta, janë si ditë nga lemoni shumë lëvizje të shpejta kot në kot. Jo kanë fut grafika tash në lojë që njerëzit janë bën të shmend mas grafika, ne kemi qenë brezi pikselit për të keqen. Po jo më grafika ka pas dhe në kohën tonë në bursa dush pafund, a jemi rrit gjithë me Dragon Ball në po krahaso këtë sot me atë atëherë me all day, e kuptoj. Po ideja është mund të ketë qenë dhe interesi me modë atëherë, se sot nuk bën as kalamoj, më kush do i shofi. Jo, se niveli i lindjeve është rritur, ka thonë kryeministri. Ka shumë. I kujt lindjeve të kujt? Të fëmijëve. Fëmijëve. Jo të diellit. Jo, po është edhe nga që ka evoluar teknologjia gjona se tashi e porosit të Waltit. Po kena qenë kalamoj, ne s'kena pas celular atëherë. Kur edhe do shifshe televizor, kurse tash është ajo që kanë celular, shif budalliqe ka. Patjetër. Mr. Beast. Mr. Beaster. Jo më tani është bëhe edhe më e thjesht për të aksesuar, se ne s'kena pa atëherë ne do shkojë në orën 2 shtëpi se filloshin kukullës së ri, pastaj fillonte Naruto, Dragon Ball, me radhë. Ua se ke kuptuar Naruto, Dragon Ball, se kom i kështu super gjë të lezetshme re, se ty të pëlqejnë këto gjonat. Neve tani kena bashkëpunim me një super biznes të bukur, valla që që kape që kasapo, i shef të kasat, Dragon Ball, Naruto. Ore ç'a doni ju? Më kupton? I bë kollab po deshe, Naruto i ka fut grush Goku të poshtë brezit, opa është transformu Goku në flok, jo të zeza, po si kështu, si gjyrë lullaq, ti bëjnë si ti dush ti. Le ka sa po, le që thot Arlini, se s'noth kjo na silloj kështu që Naruto dali ti fusi grush Goku dhe. Ose Goku tupi me bogët gjë duhet me i korruptu ata çunat, me thonë që taksirat t'japën ne lloçe tepër ma bëj këtë që ti bëj shefin Arlinit, por që kanë coverat hire të asiguroj unë kam hyrë negociata se telefoni im është kështu i lloj rrace që se gjen kërkun, por që më thanë që do ta bëjmë. Do të thënë thjesht ti i thu, prej ti çik, po ja vlen. Ja vlen pritja për zotin. Unë kam prit ca për kët, kasën, po nuk e gjej gjovlla. Domethënë u telefonin deri në kat 3 ju japim garanci. Më tutje. Nuk edhe me telefon mrena. Edhe me telefon mrena, pra, kupton deri te kati 3 ishte shumë i sigurt. Ma tutje, s'di çfarë them. Pasanit varet sa është kapi. Boja si del, domethënë se ju e keni pa shpesh këtë coverin tim, unë kam kohë që kam porosit të çuna. Jo, që mos thoma se aty edhe ka dal boja. Jo, vllai, me reflekse, me dizajne, telefoni i sigurt, ju të kënaq, shisni edhe fund në për Tiranë që keni kasa të veçanta. E kena porosit dhe një për ty, po shumë faleminderit. Nga që ti se dinim kur të na vije.
S'ka problem, presim. Presim. Kena prit 9 muaj në bark. Mos presim në një qik. Po pse me nxitun është tina? Su po qa mete për të shi. Ah, bravo. Lutëm shumë. Jo, mos më lut hiç. E po të shi. Kështu që i kemi super speciale, mos më bëni numra. Du të shoh ca kasa tjera në Tiranë. Mos i mëso keqere. Jo, thash. Me tregon gjithë morëm ne herë. Pastaj Pastaj shkoni ju. Marrën punë neje, tonat mas neje. E që ka. Tash që të du ta kthej çika këto tona do të thotë se filma don lejo për mua të ngelet ai sirtari këtyre masterpiece-ave, do të shoh rregullisht tash. Kështu anime ke pave përveç këtyre Dragon Ball-ave, gjonave që janë kështu shumë Me thotë në drejtën të ke pjesë. Sjam. Dalë që i jash planit se unë nuk i kam pas pa, nuk i kam pas ndjek. Se ka qenë shumë kështu si gjona imagjinare, është lufta me planeta, kap me flak me gjona, s'është më kanë gjitë shumë. Kam qenë më shumë nga këto, ke Mulani, Borparlla, këto, Pinoku, Shreku. kë ke të preferuar nga këto? Do shnoni edhe mua luftën tjetër. Shtoni edhe mua për luftën tjetër. Ka qenë Shreku normalisht, që kam pas më të preferuar në fare. Nëse këto Perandori Cusco ka qenë shumë e lezetshme. Me atë që bëhet lama. Ka qenë Pinoku. Këto pastaj SpongeBobi, këto. Pastaj ne kena pas pallet sa të tjera që kanë qenë këto, se di Imamen. Marko dhe Gina. Na klanin duket. na fute vlla Sandokane, Sandokan. të tjera. Ai Miu, që rritet ke gardh me gjysh, Miu ka e kart. E kart, po Miu e kart, o vlla. Po Pimba, e ma me njëri? Pimbën. Ai qeni që se i Pimba, barë. me pullat kuqe. Uaj me Pimba. Po gjurmët e blus. Bra, E më ka qenë që blu, po shkon blu jashtë ka dele. Ka qenë Barney. Barney, Po, Bob ndërtuesi. Bob, ti 25 vjeçaro, i këtu ti. Bob ndërtuesi thot. Bob ndërtuesi. Bob ndërtuesi për të rinj. Lokomotiva që ka pas ai. Thomas. Ajo dora neve. Bleta Maja që ka qenë në vjetër. Se kam pakë, se parti tjetër. Ka qenë nështë çik më vonë këtë. Po, këto dole më vonë se filluam me daljen digital, bit po. Më përpara Që që më shumë të prodhimet e ka Disney. qenë kjo Moby Dicku, e ma me Me atë balenën, po, Po. ka qenë, po. Sa ka bot pa fund, nuk marroj. Masa ka qenë Tom i Jerry këto, ka qenë. Futbolli Otis galaktik. lopët që është Po, ferma kafshë. Plevicat në fermë, Sa falë. qefe kam pas atë tipin që ka qenë ai qelpsi, ai tipi që vetëm vinte hynte në kështu, ka qenë një kështu qelpsë burr më duket, që hynte vetëm kështu në herë tek tuk i fusën ai batutën e hikte, s'dite më arrit episode prapë. Mu pëlqente shumë ai te filmi, ai Mr. Bombastic, ai Miuzi. Që këno të filmi. Ke parasysh? Po mi është ai më shoku Otisit. Po pra? Gjithkohës është grije ime që. Jo, është një zi që këndon. Është shumë e varë se Florini, është si 50 Cent. E këtë. E qenë ndezeshme, po. Kurse te këto animet nuk është se më kanë gjitë shumë, na thonë. Kapitën. Jo, unë pyetjen doja ta drejtoja këtu, a do kishe dëshirë ti në një të ardhmen për shkakun nëse do bëheshin gjëra të hajrit për dublime anime, tamam. Kishe këto rolet që bosi Leo, si kështu, e kupton. Po normal, po Se pse jo në fund. Këto janë kështu, fillo sot e maro mot. Nuk mbaroi film 2 orë, domethënë arrie fle menin atë. Unlimited pleasure. Me sa kom parë domethënë këto ku aty ku që kam po këtë Go Mount, këtë çështje ky. Ato janë çik si më shumë serioz, edhe në bisedë, nuk është se kanë një personazh kështu që deni tip gamore që. E di kush do i shkonte fix për shembull Ray me dubluar Gintama. Se Gintama ka humor South Park, po pa të shajtme. Gintama e ke pati? Po, e di për këtë po po. Është edhe ha ajo është thjesht ironi e pastër më burr. Po. Thjesht ti je aty dhe tallesh me tjerë, e kupton? Nga kështu anime janë këto. Po, anime. Por që pyetja funit. Edhe të kaloj te loja unë. Po, rrirë drejt herë. Pyetja funit është kjo. A ke ndonjë karakter për shembull që mund ta kesh parë në ato filma vizatimor që do thoje ose të reja të vjetra që as sikur ta dublojë këtë. Se unë kam një mendje, po do ta them, po ai është qa nga ai që e ka bë, po mendoj që ti mund ta digje fare me batuta. Squidwardin që kam pas për shembull, po ndoshta do kisha qejf të bësh edhe SpongeBobin. Se ai duket si ose më shumë tamam Patrikun, se Patriku pra. Patriku ka qenë kështu
No hyrë. Ai vaja shumë si IQ-ja që mund të ketë zën Berdesanijes, me atë që ke krahasoj që është trangull fare. Të dhe out komplet. Ka qenë te ai filmi i dublum që qyteti i Guaskave. Po. Kur shkojnë aty që janë atë makinën si krabi peti që është hamburger që është ajo. Po. Edhe që ikën me marrë dy akullore ky SpongeBobi, po tash para është skena që këta janë mes gjithë kafkave, skeletave, kështu që i kanë hongër ato për pinë. Edhe ky shef kështu thotë, "Pa prit pak. Prit pak, dhe ti pret që të thotë Po kafka. Po, se aty e pikasi rrezikun domethënë. Ai thotë, "S'fu gjerbo." Po, ti më merr me çokoladë. Pros përshien akullore. Mirë. Dhe e ka gjasme ti kujton se e kuptoj që është veni rrezikshëm se ka gjithë ato skeleta, kufoma, peshq që i kanë hongër ato për binçat që ishin. Ai prit pak thë. Ma merr me çokoladë. Tamam, kështu imbesil. Edhe Patrikun do kem pas shumë qejf me sikur ta kisha pas bota. Dhe do të shkote që më. Po. E di Edhe me zoti kështu. "Apo për zotin." Mos më gjej pop. Me këtë zonë do kisha qejf, ta kisha bë. E di që mendojnë që do e boje qaje si rol është të Shrek 1-shi, ai që ka emrin e shkurtër me Farquaad. Jordi Farquaad. Po. Jordi Farquaad. Malare, sa më shpejt të punë, shkëtu në kavës do të mu, unë jam njeriu piskot. Ti një monster, Jo mërzit me ju kuklën. Jordi im, e gjetëm, që e të prit për mu, fude për im. Edhe ka pas bës Sajmir Kodra, e ka qenë super dublim. Edhe Gomori, edhe Jordi Farquaad, të dy ka bës Sajmir. Po. Edhe ca ushtar, Robin Hoodin duke se ka pas bë. Po. Jerë shalë thati e mu. Atë ka bë Gentin. Atë ka pas bë Genti, atë. Ja, shalë thati. Kush Gent? Gent Pietri. Okej, po. Doktori, fikse. Po. Ai ka pas bë këtë, atë Shrekun. personazh që thotë, shalë thati. Ka pas bo dhe Shrekun. Shrekun po. Shreku është. Shreku është legjendar. Shumë e lezetshme, se është majtë dhe i dialekti aty. Po, Shreku është prej fillimit deri në fund on top, do të thënë dublimet. Nga, po. Nga ato po sepse i ka të majtë karakteret po një lloj. Po që domethënë është edhe kjo që duke qenë se Shreku është edhe në anglisht tash është i bukur si film, se sado mund t'ia fusësh dublimin si dush ti bëj më të bukur në mundshëm, nëse filmi është bërnut, se bëdo. ç'të ti bësh? Prandaj që to arrihet me punë, me përpjekje. E arrihet me punë, me përpjekje, tha. E po tash E po kalojmë në Pse më kujtu dhe karakterit Ha, Raskalës. marr vlla, ha. Edhe Sidin për shembull të epoka akullnajave. po ai që Sidi është ai si Ai Urif. si- po që ka, ai që ka syt ai jeshili, po. jeshili. Të gjithë ka nga një dashnore. Edhe Sidi ka qenë lezetshëm. Po ja, Sidi, Este lodhe amigo. Dere. Sa di se do të thosh. me që nuk je te animet, po kalojmë te kuklat. Te kuklat. E kuklat. Me që na the që SpongeBobin e ketë preferuar një ndër, e nisim kështu. Po. SpongeBob apo Mulan? Tash i prit para se të fillojmë. Po. Domethënë kë zgjedh midis Po, kë zgjedhëm midis don kë ke më shumë qef. SpongeBobi dikur. Okej. Në seritë e vjetra që Po, ka po. qenë. Flasim SpongeBobin në Prime, jo këtu tani. Po, jo tani, tash i vjen. Okej, SpongeBob apo epoka kullnajave? SpongeBob, prap. Prap SpongeBob. SpongeBob apo Sandokan? Te pjesa e humorit, se ka më shumë është më pikant prap SpongeBobi. SpongeBobin apo Yu-Gi-Oh? SpongeBobi. Se kuptoj pse bën këtë pyetje. Po ne u thash të testoj. Te thema se luje por. Shife, kthehemi. Jemi. SpongeBobi apo Kung Fu Panda? Prap SpongeBobi, se Kung Fu Panda me thënë drejtë nuk është se ka një shumë dhe e kam pa pjesë, nuk e ka patur deri në fund. Kthej ka sa po? SpongeBobi. SpongeBobi apo Simbadi? SpongeBobi. Kaloja ne ka sa po? Deri në fund e SpongeBobi. Ai na ofertë më të lezetshme. SpongeBobi apo ajo ferma që ishte Plevica në ferm. Plevica në ferm. Se ashtu e ka pas shqip. Po. Ajo me Otisin me këto, se dhe ka pas fort humor. E bukur është edhe janë. Fakt. Nuk e di ato kanë njësh dysh, nuk e di se Po, sa janë ato vazhdim. Pa fund. Prap do thosha SpongeBobi, pa hajde kalojmë ke Plevica, ta ndrojmë. Jo, pëlqen dy. Vazhdo të si gjë tjetër. Vazhdo të si gjë tjetër. Plevica në ferm apo le të themi këtë si e ka pas kjo Moby Dicku që të thash. Jo, Plevica në ferm. Plevica në ferm, kaloni. Plevica në ferm apo Shreku?
Pa leje drejshën e lash për fund. Shrek. 1, Ta mo 2, pa- 3, 4, 5, fan. Çup dhe ras, kaloj këtu ka sa më bravo. Ta lymron që. Shrekun apo South Parkun? E mëllëm duket. Unë pun pa ruja këtë Cizar të fundit. Dhe ti ma more Shrekun mu? South Parkut, ata që bëjnë South Parkut janë më të çmen. Si kështu, ai Matt Stone me Trey Parkerin, kështu që them South Park. Okej. E ke rradhën, apo të vazhdojmë? Jo, e kam gati unë. South Park apo Leo? Tang. South Park. Ta nxio. South Parku apo të Xhadeti? Prap South Park. Kjo ishte 4. Kjo ishte 4. Më thënë se South Parku ka në total janë gjithë budallënj. Kurse këto kanë nga 1 tek këtu, kështu që South Parku. Okej, e mbyllim me South Parku, lale se Skena. Po skena. të pyetën SpongeBob apo South Park? Aty do ishte çik dilemë. Pa bëjmë prapë me Bëjmë prapë në SpongeBob apo South Park? Bëjmë SpongeBob nga fillimi. SpongeBob apo South Parku? Remi. Remi. Barazim këtu. X barazim në X. Këtu Lart me korte. Sony Night dot. Vje keq. Oh, nëre. Okej, Rej, je fantastik, la. Shumë faleminderit. Që faleminderit për idejet. Faleminderit Marja Marsha. Edhe unë përdojnë edhe të uroj sa më shumë sukses. Edhe unë ju uroj sa më shumë. Eni inshallah të shikofshim sa më shumë televizor, shumë me këto Perla që perla, shumë faleminderit. to zgjat se jetë. E po tashi, sa të prodhojnë ata amerikanët, sa të marrin ne. Do bëjmë edhe ne në kinema e kort. Si bëjmë edhe ne në Shqip edhe të nxjerrin në transmetim. Atë vdesëm për E po tashi, belala. Edhe neve, si që mund ta keni vere, do ta mbillim edhe për sot, edhe ta Ambillim, dhe po. në i koriq këbut. Po. E prishim. E prish. Në më thëmë ka sa. Të shkojnë e vonë. Kërgjë, faleminderit edhe juve, shifna në episodin Gomor. 8+1. Shadow Clone.